Prokurori i përgjithshëm Olsian Çela ka ngritur shqetësime për mënyrën e funksionimit të Këshillit të Lartë të Prokurorisë gjatë raportimit në Komisionin për Nismat Qytetare, bashkëpunimin e mbikëqyrjes institucionale. Çela u ndalta mënyra e zgjedhjes së anëtarëve të KLP-s, duke cilësuar këtë proces si një problem që linket me mungesën drejtpërdrejtë të llogaridhënies. Sipas tij, përjashtimi i institucioneve të tjera nga ky proces në emër të pavarësisë ngre pikpyetje nëse sistemi aktual ka sjellë efikasitetin e duhur. Ajo që unë shikoj si problem madhor është çfarë ndodh me zgjedhjen e një antari të KLP-s, i cili me sistemin e sotshëm të mënyrës se si zgjidhen, vjen nëpërmes një aplikimi, shërben 5 vjet dhe largohet. Para kujt përgjigjet individualisht për performancën e tij ky antar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Mungon lidhja direkte. Ndërkohë që ne sot kemi përjashtuar nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë, kemi përjashtuar prokurorin e përgjithshëm, i cili mban përgjegjësi për mënyrën se si funksionon sistemi, kemi përjashtuar ministrin e drejtësisë, që do duhet të koordinonte mënyrën se si gjithë sistemi i drejtësisë ndërvepron dhe të asistojë, pra në emër të pavarësisë. Por a kanë dhënë kjo zgjidhje në fakt efikasitetin e duhur në mënyrën se si funksionojnë këshillat sot? Kreu i Prokurorisë së Përgjithshme foli nga përmarrëdhënie me institucione që i drejton nga KLP-s, duke deklaruar se ka pasur problematika në mënyrën e bashkëpunimit, veçanërisht për lëvizjet e prokurorëve e caktimin e përkohshëm. Sipas tij, këto vendime duhet të marren në koordinim me prokurorin e përgjithshëm, i cili mban përgjegjësi për funksionimin e sistemit. Çela theksoi gjithashtu rëndësinë e përgjegjësisë disiplinore në sistemin e drejtësisë, duke sjellë si shembull një rast ku sipas tij duhet të ishte marrë një masë nga një prokurore për mënyrën e komunikimit në një ankesë në një vendim të gjykatës së apelit. Për sa i përket marrëdhënies me Këshillin e Lartë të Prokurorisë, tani kam qenë i pari që kam vënë në në dukje si në komisionin e ligjeve, kur kanë qenë raportimet, problemet që kemi pasur me Këshillin e Lartë të Prokurorisë për mënyrën e ndërveprimit, që ka qenë, le të themi, në vitet e para shumë defektoze, për shkak të lëvizjeve të prokurorëve, transferimeve, caktimeve të përkohshme të tjera.